Kush jeni ju kur askush nuk po ju sheh? Kush jam unë kur askush nuk po më sheh? Unë nuk dua që thjesht të bëj një shfaqje për miqtë e mi të krishterë. Unë dua të kuptoj se Perëndia sheh çdo gjë gjatë gjithë kohës. Nuk ka asgjë që unë bëj apo mendoj apo them që Perëndia nuk e sheh. Është bindja në gjërat e vogla që mendoj se vërtet bën një ndryshim të madh në jetën tonë. Ju I keni dëgjuar historitë e mia dhe nuk do të kaloj kohë t'ua tregoj përsëri ato, por unë nuk arrita të shkoj në kolegj biblik, por shkova në shkollën e frymës së shenjtë. Dhe ajo që dua të them me këtë është se Perëndia më mori mua si një rast studimi, mendoj, dhe ai eci me mua në jetën e përditshme, duke bërë çdo gjë, që nga pastrimi I shtëpisë tek dyqani I ushqimeve, dhe Perëndia më mësoi parime të mëdha, shumë të rëndësishme biblike përmes gjërave të vogla të zakonshme të jetës. Po them gjëra të mëdha. Unë mësova ç'është integriteti në një dyqan ushqimesh. Vëre karrocën në vendin e caktuar. Në rregull tani, dëgjoni. Thelbi është ky. Jam kthyer 40 vite më parë duke I besuar Perëndis të bëj këtë që po bëj sot. Në atë kohë unë mësoja një studim biblik me 25 njerëz çdo të martë në mbrëmje, në dhomën e ndenjes, dhe shfryja tymin e duhanit në fytyrat e njerëzve dhe visha pantallona të shkurtra. Dhe nuk e kuptoja se kishte një problem. Por s'kaloi kohë dhe Perëndia më bëri të ditur se duhet të vishja edhe ca rroba më shumë. Forca. Dhe nëse do të më falni për një minutë, do të fus pak hundët në jetën tuaj dhe do të bëhem si nëna juaj. Disa nga ju do të bëjnë mirë të veshin ca rroba më shumë. Apo ndoshta ti të reqin pak më poshtë deri këtu, apo ti të reqin pak më lart këtu. Sinqerisht, unë shoh disa njerëz dhe mendoj, nuk e pasqyrë në shtëpi? Gjithsesi, do të heq dorë para se të marr vrejtje. Kjo është mënyra se si Zoti filloi të merrej me mua, vëre në vend atë karrotë. Trajtoj të tjerët siç do të trajtohesh ti, po t'ishte dyqani yt. Mirë, është e trishtueshme që mua mu deshën pothuajse 2 vite. Gati 2 vite të arrija në pikën ku t'isha vazhdimisht e bindur që thjesht të vija karrocën në vendin e saj, atje ku Perëndia më tha. 2 vite. Po them ne u përleshëm jashtë dyqanit. E dini ju, hyni aty I uritur dhe keni vetëm një sasi të vogël parash dhe hidhni gjithë gjërat në karrocë dhe në kohën kur merrni gjërat që duhen vërtet e kuptoni se s'keni para. Dhe pastaj filloni të hiqni gjërat që nuk I blini dot, por në vend që t'i vini në vendin ku I morët në fillim, I ngjeshni diku tjetër dhe Perëndia fillon të thotë çoj përsëri ku e more. Forca. Po të gjithë e bëjnë këtë. Forca, ky justifikimi të gjithë e bëjnë këtë duhet të marrë fund. Sepse ju nuk jeni si gjithë të tjerët. Ju jeni personi që thot se dëshiron të ecë në fuqinë e Perëndis. Ju jeni personi që dëshiron të qortoj djallin dhe të di që ai do të largohet. Atëherë filloni të bëni gjërat e vogla.
Nëse çdo i krishter thjesht do të dalë në botë e do të jetojë si i tillë, o Perëndia im, unë mund t'ju them se ne nuk do të kishim këto probleme që kemi në këtë vend. Ju thoni, mos e egzagjero, Joyce, të gjitha problemet politike nuk janë fajim. Thjesht po them, nëse ne do të shkëlqenim siç duhet të shkëlqenim. Do të kishte shumë njerëz që do ta donin Perëndin, do t'i shërbenin atij dhe nuk do të kishte më asnjë vend. Për gjithë këtë humanizëm e gjithë marrëzirat që janë duke ndodhur. Kush jeni ju kur askush nuk po ju sheh? Kjo është pyetja e madhe. Kush jeni ju kur askush nuk po ju sheh? Kush jam unë kur askush nuk po më sheh? Unë nuk dua që thjesht të bëj një shfaqje për miqtë e mi të krishterë. Unë dua të kuptoj se Perëndia sheh çdo gjë gjatë gjithë kohës. Nuk ka asgjë që unë bëj apo mendoj apo them që Perëndia nuk e sheh. Dhe kjo nuk është që dikush të trembet, Perëndia ju do ju, ekziston një bollëk i madh faljeje, ka shumë mëshirë dhe ne të gjithë bëjmë gabime dhe Perëndia punon me ne derisa ne të arrijmë atje ku ai do të jemi, por ne duhet të vazhdojmë të përparojmë. Ne nuk mund të ngecemi diku në një vend e të mendojmë Perëndia më fal, ai është i dashur, ai është i mëshirshëm dhe kështu të mos jetojmë jetën tonë më të mirë. Unë dua të shkoni në shtëpi e të thoni, e dëgjova Perëndin të më flas dhe unë nuk jam më i kënaqur duke bërë një jetë mediokre. Unë dua të bëj jetën time më të mirë për Perëndin. Unë ndihem entuziaste. Po sikur ju të bëheni të bindur për të dhënë diçka që doni ta mbani. Apo të falni dikë me të cilin doni të rini të zemruar. Po sikur ta mbani Perëndin të parin jetën tuaj. Po sikur t'i bindemi Perëndis që të mos ankohemi, por të falenderojmë atë. Hebrejve 5 vargu 8. Edhe pse ishte bir, ai mësoi të jetë i bindur në mënyrë aktive të veçantë nga ato që pësoi. Është interesante që Jezusi kur nuk ishte i pabindur, por ai vërtet mësoi çmimin e bindjes. Duke kaluar përmes pjesës së vështirë dhe vuajtjeve. Të qeni të bindur ndaj Perëndis do t'ju kushtoj. Shpëtimi është falas, por unë do t'ju them se vajosja e Perëndis nuk është. Ju duhet të ngriheni mbi turmën mediokre dhe të dëshironi që fuqia e Perëndis të jetë mbi ju, që në të vërtetë është vajosja e tij. Unë ndava mendjen shumë kohë më parë se do ta doja Perëndin e do t'i shërbeja atij dhe do të bëja më të mirën për të qenë një krishtere vërtet, edhe sikur të mos kisha kur asnjë mik gjithë jetën. Ne shqetësohemi shumë për të mbajtur miq tanë. Mirë, të gjithëve u pëlqejnë miqt, por Perëndia mund t'ju jap një mik që është më shumë se një vëlla. Amen. Dua t'ju pyes, sa nga ju kanë bërë ndonjëherë kompromis me ndërgjegjen e tyre, që t'i dalë në krah një miku? E shihni? Mos e bëni më këtë. Duhet të guxoni të thoni jo, më vjen keq, por nuk e ndjej ta bëj këtë. Kjo është diçka që nuk dua ta bëj, nuk është diçka që ndjej se Perëndia do që unë ta bëj. Le të shqetësohemi më shumë për atë që Perëndia mendon, sesa për atë që njerëzit mendojnë. Amen. Në vargu 9, Hebrejve 5:9, dhe si u bë në përvojën e tij të ploti për kryer, i paisur, u bë veprojnësi i shpëtimit të amshuar, të përjetshëm për të gjithë ata që i binden atij. Kështu thelbi është se Jezusi pati
përvojën e bindjes së plot, dhe kjo i shkaktoi vuajtjen në jetën e tij. Por ajo përvojë që ai kaloi, ishte ajo që i dha atij paimin e nevojshëm për të qenë shpëtimtari ynë. Po e them këtë në një nivel të ndryshëm. E vetmja arsye pse unë kam diçka për të thënë kur ngjitem këtu, që ka diçka reale dhe që jeton bashkëngjitur me këto gjëra, nuk është nga që unë kam bler një libër $1 predikimesh dhe pastaj të kem bërë këtë mesazh të kopsitur mirë, por është nga që e kam jetuar këtë dhe e di se fjala e Perëndis funksionon dhe unë e di se ju mund të çliroheni absolutisht nga çdo gjë. Unë e di që e di se e di. Por kjo njohuri nuk erdhi me çmim të lirë. A më dëgjuat? Kjo njohuri nuk erdhi me çmim të lirë. Përvoja është një nga gjërat më të çmuara që ju mund të merrni. Bindja jo nuk është thjesht një këngë që këndojmë, disa shkrime që citojmë, apo tundja e kokës gjatë një predikimi mbi bindjen. Amen, Joyce, kjo është një fjalë e mirë për bindjen. Kjo nuk është thjesht një ide, por kërkon veprim pavarësisht nëse është e rehatshme apo nuk është e rehatshme. Amen. Ju nuk e keni idenë se sa u ka kushtuar disa njerëzve që vinë t'ju shërbejnë juve. Që t'ju thonë juve atë që janë në gjendje t'ju thonë, dhe të ketë mjaft vajosje që Perëndia ta përdor për t'ju bindur ju. Dhe nuk po flas për veten, por për të gjithë ata burra dhe gra të Perëndis, që faktikisht mbartin vajosjen e Perëndis. Dhe predikojnë një fjalë aq të fuqishme sa të çajë errësirën e jetës suaj. Po sikur të ndërpriteni nga Perëndia. E dini, Perëndia rrallë kërkon të bëjmë diçka që është e rehatshme, apo e lehtë, apo kur ne nuk kemi plan tjetër. Faktikisht duket sikur ai se vret mendjen fare se çfarë po bëjmë ne. E po unë kisha plane sot, Zot. E rehatshme do të thotë e përshtatshme për reati dhe lehtësim personal. E përshtatshme për situatën tonë personale. Shembuj të mirë në fjalë. Luka 9:57 deri në 62. Ndodhi që ndërsa po esnin rrugës, dikush i tha: Zot, unë do të ndjek kudo të shkosh. Por Jezusi i tha: Dhelprat kanë strofka dhe zogjtë e qiellit fole, kurse biri i njeriut nuk ka një vend ku ta mbështes kokën. Oh, ti po thua se nuk do të rish në hotel me 5 yje? Çfarë? Nuk e dija këtë. Pastaj i tha një tjetri, ndihmë, por ai përgjigjej: Zot, më lejo më parë të shkoje të varros atin tim. Më pëlqen kjo, të gjithë donin të shkonin me të. Derisa Jezusi tha, nuk kam ndonjë vend të rehatshëm për të fjetur natën. Tani, njëri pas tjetrit, ata nxjerrin justifikime. Pastaj i tha një tjetri, ndihmë, por ai përgjigjej: Zot, më lejo më parë të shkoje të varros atin tim. Jezusi i tha, lëri të vdekurit i varrosin të vdekurit e vet, por ti shko dhe prediko mbretërinë e Perëndis. Ne duhet të fillojmë të mos merremi më me gjërat e vdekura. Forca, sa gjëra po të rishni zvarr në jetën tuaj me të cilat Zoti ka mbaruar 10 vite më parë. Një shprehje thot, nëse kali ka 10 vite që ka vdekur, është koha të zbresësh. Ka stin për çdo gjë, diçka që funksionon shumë mirë në një stin, kur Perëndia ka mbaruar punë me të, më mirë mbaroni dhe ju, sepse nëse jo, do të jetë punë e vështirë për të dalë nga ajo gjë. Apo më kupton ndonjë nga ju sot? Po, rezistojini djallit dhe ai do të largohet. Jo, nështrojani veten tuaj Perëndis. Rezistojini djallit.
dhe ai do të largohet. Akoma një tjetër i tha, Zot, unë do të ndjek ty, por më lejo më parë të ndahem me ata të familjes sime. Ka gjithmonë diçka që duam ta bëj më parë. Kështu, kur do të filloni të jepni financiarisht për mbretërinë, çfarë ju ka thënë Perëndia të jepni? Nuk ju intereson kjo, ha? Asnjëri që ka vënë dorë në parmen dhe kthehet e shikon pas nuk është i përshtatshëm për mbretërinë e Perëndisë. Luka 14 nga vargu 16, atëherë Jezusi i tha, një njeri përgatiti një darkë të madhe dhe ftoi shumë veta. Dhe në kohë të darkës dërgoi shërbëtorin e vet u thotë të ftuarve, ejani sepse gjithçka tashmë është gati. Por të gjithë pa përjashtim filluan të kërkojnë ndjes. Thoni të kërkojnë ndjes. Wow. E di, mund të varë një shenjë, ne e vëm në dorën e dhomës së hotelit. Mos na shqetësoni. Por kur ju e varni këtë shenjë në jetën tuaj, por të gjithë pa përjashtim filluan të kërkojnë ndjes. I pari tha, bleva një arë dhe më duhet të shkoj ta shoh, të lutem të më falësh. Dhe një tjetër tha, bleva 5 pendqe dhe po shkoj t'i provoj, të lutem të më falësh. Dhe një tjetër akoma tha, mora grua e prandaj nuk mund të vi. Do të doja që ju të shinit si ka qenë jeta ime kur Perëndia më thiri të predikoja. Unë kisha 3 fëmijë. Gjatë procesit të atyre pak viteve, linda edhe një tjetër, kështu 4 fëmijë. Unë nuk kam dalë në televizion deri në moshën 50 vjeç. Tani po dalë për 26 vitesh. Ju lutem, mos më thoni mua se ju nuk mund të bëni asgjë nga që keni fëmijë. Ju lutem mos më thoni mua se nuk mund të bëni asgjë nga që jeni të vjetër, apo nga që jeni shumë të rinj. Ju mund të bëni çfarëdo që Perëndia ju ka kërkuar të bëni. Gjithçka që Perëndia ju kërkon të bëni, ju mund ta bëni atë. Mendoni se ishin vite të lehtë? Jo, nuk ishin të lehtë, madje as nuk mund t'ja tregoj sa të vështirë ishin, sepse unë kisha shumë probleme në jetën time. Nga që isha rritur në familje jo funksionale ku isha abuzuar, po them unë kisha probleme. Jo thjesht gjëra të vogla, por të mëdha. Dhe po përpiqem të zbatoj të gjitha këto gjëra në jetën time dhe të veproj si e krishter. Të dalë në botë të mësoj njerëz. Sinqerisht nuk e di pse Perëndia më lejoi ta bëj këtë, por më lejoi. Unë nuk kam ndonjë arsimim shumë të madh. Unë mbarova shkollën e mesme dhe gati sa ngela në gjuhën angleze. Por jam duke predikuar në mbi 100 gjuhë. Forca. Perëndia ka shumë humor, po them nëse ju vërtet shoqëroheni me Perëndin, atëherë ju do të kënaqeni shumë, sepse do ta shihni atë të bëj disa gjëra për të cilat do të bënit Mësuesit e mi donin që unë ta aplikoja për një bursë në gazetari, sepse i kishin kuptuar që kisha dhunti për të shkruar. Mirë, unë nuk mund të shkoja në kolegj, sepse thjesht duhet të largohesha nga i madh. E vetmja gjë që mendoja kur isha 17-18 vjeç, ishte të rritesha, të dilja nga ajo shtëpi, të shkoja diku të kujdesesha për veten, diku ku askush të mos më thoshte se çfarë të bëja. Kështu, asnjë kurs në të shkruar, asnjë bursë gazetarie, asnjë diplom, por kam shkruar 130 libra.
Tani nuk po mburen për veten, por po ju them ç'mund të bëj Perëndia. Po them, është shumë fantastike dhe për të qeshur. Vërtet, kjo është si ju nuk e keni idenë sa për të qeshur më vjen me këtë gjë. Dhe të mendosh për hapat e besimit, Zot ki mëshirë. Të gjithë duam të jenë të sigurt. Ne duam të sigurohemi të mos bëjmë asnjë gabim. Mirë, unë kam bërë gabimet e mia, por lavdi Perëndis, kam arritur të bëj disa gjëra të mira gjithashtu. Po bëja mësimin e studimit biblik dhe kisha një ëndër të madhe në zemër. Kush e di vërtet, kur keni një ëndër në zemër, ju nuk e dini nëse jeni të çmendur apo është nga Perëndia. Ju doni të besoni se është Perëndia, por njerëzit thonë, si mund ta di me siguri se është Perëndia? Mirë, nuk e dini, nuk do ta dini. Ju duhet të hidhni hapin e ta zbuloni. Dhe kjo është pjesa e frikshme. Si mendoni ju se u ndje Abrahami kur Perëndia i tha, lëre nënën tënde dhe baban tënd dhe gjithçka me të cilën je mësuar, largohu nga shtëpia jote, largohu nga qyteti yt, largohu nga gjithçka dhe nga të gjithë dhe shko në një vend që unë do të tregoj, pasi ti të kesh hequr dorë nga gjithçka që ke tani. Forca, a do ndonjë nga ju ta besoj këtë? Mirë, unë bëja një punë dhe fitoja shumë para. Fitoja vërtet shumë para për atë kohë, kisha një makinë të kompanisë. Isha në pozitë drejtuese në kompani, por midis punës dhe fëmijëve nuk kisha kohë të studioja. Duhet të përgatitesha për atë që Perëndia kishte përgatitur. Fillova të ndjeja sikur Perëndia donte të lija punën, por kishte një problem sepse faturat ishin më shumë se të ardhurat që kishim, më shumë se paga e David pa pagën time. Si do t'i paguajmë faturat? Perëndia tha do të kujdesen për ju. O, Zot ki mëshirë. Kështu. Ai më trazoi mua, më trazoi, sa nga ju e din ç'dua të them kur them Perëndia ju trazon, derisa më në fund e lash punën me kohë të plotë dhe fillova një me kohë të pjesshme. Forca, çfarë mesazhi? Sa nga ju këtu janë në bindje me kohë të pjesshme? Unë bëra pak nga ajo që Perëndia më tha, gjithashtu kisha dhe mbajta edhe një plan rezervë. Thjesht në rast se Perëndia nuk do të shfaqej, unë ende bëja aparat mjaftueshme për pagesat. Gjeni çfarë ndodhi, më pushuan nga puna me kohë të pjesshme. Dhe unë nuk jam njeri që e pushojnë nga një punë. Po them isha punonjëse e mirë, gjithmonë ngrihesha në detyrë. Isha në krye të disa gjërave, mua më pushuan. Unë nuk mund të bëja asgjë mirë në atë punë. Gjithçka që unë prekja, bëhe gabim. Nuk kaloi shumë dhe unë pata një ide, Perëndia e kishte seriozisht. Dhe unë as nuk mund t'ju tregoj dot se sa e friksuar isha javën e parë. Më kujtohet që ecja në korridorin e shtëpisë dhe gjunjët i kisha aq të dobët sa më dukej sikur do të rrëzohesha dhe Perëndia tha, ke dy rrugë, mund të shqetësohesh për këtë ditë e natë ose mund të më besosh mua, të kujdesem për ty përmes mrekullive. Dhe çdo muaj për 6 vite rresht, ne kishim nevojë vetëm për $40 më shumë nëse do të kishim nevojë për veshje, apo gomat e makinës, apo diçka më shumë. Por çdo muaj për 6 vite rresht, Perëndia në mënyrë të mbinatyrshme siguroi parat që na nevojiteshin. Tani po ju them diçka, ato ishin vite të vështira. Por pikërisht aty mësova si t'i besoja Perëndis dhe prandaj unë mund t'ju them juve se Perëndia është besnik. Por s'mund të jeni të sigurt gjithkohën, nëse doni të esni mbi ujë duhet të paktën të dilni nga varka.
Mirë, Perëndia jo gjithmonë na kërkon të bëjmë gjëra kur është e rehatshme për ne. Dhe ne duhet të heqim shenjën mos më shqetësoni nga jeta jon dhe të jemi të hapur e gati të bindemi atij menjëherë. Dhe kur ne e bëjmë këtë, do të kemi përvojat më të mrekullueshme me Perëndin.